Është kthyer tashmë në traditë që 8 prilli, dita ndërkombëtare e romëve, të festohet me aktivitete të shumta dhe përgatitje nga komuniteti dhe institucionet në mbar vendin. Kjo ditë është një moment reflektimi dhe vlerësimi për historinë, kulturën dhe kontributin e komunitetit rom në shoqërinë shqiptare dhe më gjerë. Dita e romëve është shpallur zyrtarisht më 8 prill 1971 gjatë një konference ndërkombëtare të mbajtur në Londër, ku u vendos gjithashtu për flamurin dhe himnin e këtij komuniteti, që së bashku me gjuhën rome përfaqësojnë identitetin unik dhe vlerat e pasura etnokulturore të romëve, duke i bërë një nga minoritetet më të dallueshme në botë. Popullsia rome ka origjinën nga India dhe ka mbritur në Ballkan rreth 600 vjet më parë, duke u shpërndarë në të gjithë Europën. Sot kjo ditë shërben si një apel i fortë për barazi, përfshirje, respekt dhe më shumë të drejta për komunitetin rom në çdo cep të globit. Në Shqipëri ndryshimet janë të dukshme. Në krahasim me të kaluarën, realiteti sot është më premtues. Fëmijët rom regjistrohen në klasa parashkollore, ndjekin arsimin bazë dhe gjithnjë më shumë prej tyre vazhdojnë shkollimin në nivele të larta dhe arsimin e mesëm, duke ndikuar pozitivisht në jetën ekonomike e sociale të komunitetit. Kënaqësi që të pranojmë këtë ditë të rëndësishme për komunitetin rom. Ashtu siç edhe sa 8 prill është një nga ditët më të rëndësishme për komunitetin rom, është një ditë simbolike e cila ka rëndësinë e vet për gjithë komunitetin rom kudo që jetojnë. Është një lëvizje e madhe që ka nisur për komunitetin rom që në vitin 1967 të disa vende të Europës dhe e cila u finalizua më 8 prill të vitit 1971 në Londër, ku 20 delegatë nga gjithë shtetet e Europës u mblodhën dhe organizuan kongresin e parë të komunitetit rom. Kongresi i parë i romëve që është shumë i rëndësishëm sepse morën disa nga vendimet më të rëndësishme për komunitetin rom, siç ka qenë vendosja e termit rom, e cila nuk duhet që të romët të etikoshin nga epitete nga më të ndryshme, kështu që termi zyrtar i romëve është rom. E dyta kishte të bënte me vendosjen e hymnit kombëtar të romëve, i cili quhet Gelem në gjuhën rome dhe në gjuhën shqipe thotë shkova. Si dhe vendosja e flamurit të komunitetit rom, e cila ka 3 sfonde, sfondi blu, jeshil dhe në mes është një rrotë, dhe sfondi blu është qielli, jeshil është toka dhe rrota në mes simbolon lëvizjen e pareshtur të komunitetit rom, i cili kërkon përparësi, mirëqenie, zhvillim dhe integritet. Besirje të gjithë shoqërisë civile shqiptare dhe jo shqiptare, kudo që romët jetojnë, sidomos e pushtetit qendror dhe lokal, të kenë vëmendje të rëndësishme për këtë komunitet, sepse pa një mbështetje nga të gjitha pushtetet, komuniteti rom nuk mund të zhvillohet dhe të integrohet pa përkrahje ty. Përtej detyrë që ka vetë komuniteti të integrohet brenda vetes dhe normalisht kërkon dhe mbështetjen e pushtetit vendor dhe qendror. Si çdo vit, edhe këtë 8 prill u zhvilluan aktivitete të shumta sensibilizuese dhe kulturore me mesazhin universal për një botë pa diskriminim dhe racizëm. Kamera e televizionit Apollon dhe gazetari Ndriçim Gjoshi realizuan një intervistë ekskluzive me drejtorin ekzekutiv të Unionit për zhvillim dhe integrim të minoritetit rom Amaro Drom, zotin Ferit Milajn, i cili tha një mesazh të fortë dhe frymëzues për komunitetin rom në Shqipëri, duke theksuar rëndësinë e edukimit, pjesëmarrjes në vendimarrje dhe bashkëjetesës pa paragjykime.